Bën edhe Recording me is on. muim të dytë mi bo. Veç që Po, nuk e di, a e merr edhe slide-et apo jo, apo veç këtë pjesën ku jemi Do se shta cili. merë, mëse i shtu pas. Nëse jetu e bo me kësi, e merë. Nëse të më thënë me gjithë, si ta merë gjithë si në krejtë, sa është u po gjithë si është në qiza. Okej. Edhe Rita po thotë po. Okej, nështë kishim fillu, si që nështë veç një prezentim të shkurt, faleminderit që keni ardhur. Më thënë, ideja e këtij ulëmtimi ka qenë me këtu më shumë komunitetin shqiptar të Wikipedias. E dim që ekziston është i mbyllur dhe i pa zbuluar. Na jemi mundu me e qitë në shesh në farë mënyre, për shkak se mendojmë që ka elemente pozitive për njohjes të ndërsjellë të njerëzve në limon në komunikim, limon në motivim, e tjera. Mirë po është se cili bërë me u zbulu, por se qatë kemi komunitetin kemi kalun, historik që nështë ka kontribu shumë me mri deri sot, po edhe komunitetin afat. Gjithmonë komunitet aktiv në të njëjtën kohë ka qenë jo shumë i madh, mirë po kemi edhe turnover, domethënë kemi ndrim gjenerata dhe ashtu që nështë është krejtë e zakonshme. Po ka ndru, kisha thonë edhe natyra e komunitetit prej atij ma pashme që nështë ka qenë bukur i bazuar në diasporë e që tash po duket që nuk është fort. Kështu që kjo është ulëmtimi i parë, nuk është i madh, normalisht ka dhe kufizime nështë i diskutojmë gjatë prezentimit, mirë po e ndëgjojmë prezentimin e hulumtuesve edhe veç na thanë që shumë shpejt do t'jetë edhe online ose do t'jetë i publikuar në anglisht edhe prej aty të mandej na metet neve normalisht me mësu prej gjetjeve dhe me fillu me i adresu ato. Kështu që nështë mundi me fillu me lëndrim me prezentim të ekipit dhe mandej vazhdojmë me prezentim. Okej, faleminderit shumë Marianit. Faleminderit të juve që keni gjetë kohë me u bashku në këtë prezentim, ku kanë me u prezentu gjeturat edhe rekomandimet e ulëmtimit mbi shëndetin e komunitetit të Wikimedianëve të gjuhës shqipe. Në këtë prezentim kam u diskutu ulëmtimi ma në detaje, natyra e hulumtimit duke i përfshi edhe pyetjet kërkimore, metodologjinë, gjetjet edhe rekomandimet. Si fillim do doja me prezantu edhe ekipin që ka punu të ky hulumtim, është Lakrona, që është me mu, unë, Lundrimi, edhe Elena që është bashkangjit nga Italia, që kemi bashkëpunu edhe kemi pas punë të ndame gjatë përgatitjes hulumtimit. Atëherë, një përmbledhje shumë të shkurtër rreth hulumtimit ka pasur për qëllim me kuptu gjendjen e komunitetit të Wikimedianëve ekzistues dhe atyre që nuk janë më aktiv ose të mëparshëm të gjuhës shqipe në gjuhën shqipe. Hulumtimi është përqendruar në 3 pyetje kryesore kërkimore që lidhen me faktorët motivues dhe sfidat që kanë kontribuesit ekzistues ose të mëparshëm, si dhe rekomandimet për vualugun se si të tërheqin kontribuestri dhe të mbajnë ata
ekzistues në periudha më të gjata kohore. Kozgjatja e mbledhjes së dhënave dhe zhvillimit të hulumtimit në përgjithësi ka qenë nga muaji shtator deri në dhjetor. Mirë po është rrjedhë në janar puna e shkrimit të punimit dhe finalizimi i punës ashtu. Hulumtimi ka pas 3 pyetje bosht, rreth cilave është planifikuar dhe pyetësori dhe intervistat. Pyetja e parë është cili është profili i kontribuesve të mëparshëm dhe aktual në projektet e Wikimedias në gjuhën shqipe dhe cilat janë modelet ose pattern të tipike të angazhimit të kontribuesve, dhe duke përfshi këtu frekuencën, kozgjatjen, llojet e kontributeve, projektet e preferuara, temat që ju pëlqejnë më shumë e kështu me radhë. Për me ju përgjigj kësaj pyetjeje, në pyetësor janë përfshi një kapitull ose një seksion i pyetjeve me të natyrës demografike, po edhe pyetje rreth angazhimit të tyre, për shembull, vitin kur kanë filluar, sa shpesh kanë kontribuar ose kontribuojnë, sa kohë shpenzojnë në kontribime, cilat janë temat që ju interesojnë më shumë ti e kështu me radhë. Pyetja e dytë është cilët janë faktorët kryesor motivues për të bërë dhe ose për të mbetur kontribues aktiv dhe ose arsyet për të ndalur. Kjo ka qenë pyetja që ka pas për qëllim me kuptu ma mirë çka i shtyn personat për me u antarësu për herë të parë, edhe nëse vazhdojnë kontributin e tyre, çka i motivon për me vazhdu ose me pas një kontribim të qëndrueshëm në periudha më të gjata kohore, ose për kontribuesit e kalum, çka i ka shtyr me u ndal ose me pauzu. Për me ju përgjigj kësaj pyetje, kemi nda pyetësorin në 2 seksione të veçanta, tu bazuna definicionin ton të kontribuesve aktual dhe kontribuesve të mëhershëm, dhe arsyeja pse kemi bë këtë ndarje është vetëm me dallu përgjigjet e këtyre target grupeve dhe me kuptu më mirë perspektivat e tyre, për shembull nëse dikush është ndal, pse është ndal ose kështu me radhë. Edhe pyetja e tretë është cilat janë sfidat kryesore në aktivitetin e tyre, në aktivitetin e kontribuesve. Për me u përgjigj kësaj pyetje kemi pas një seksion veçantë të pyetësori, që pyetjet faktikisht kanë qenë të njëjta ose të ngjashme për të 2 target grupet me dallimin formulim, ashtu, dallime gramatikore. Edhe në fund kemi pas një seksion të veçantë për rekomandimet që ata që janë përgjigj në pyetësor munden me pas për Vualugun. Gjithashtu ka pas mundësi me ngrit çështje që ata kanë pa të nevojshme po për me u adresu, ose çështje që nuk janë përmend në pyetësor që ata kanë dashur me transmetu te na. Gjithashtu edhe një pjesë e tjetër e pyetësorit që nuk është se i këtu është kjo për sigurinë psikologjike dhe mirëqenien psikologjike të kontribuesve, që është përmend në raport, mirë po nuk ka qenë kështu si pyetje bosht e hulumtimit. Kjo është një vizualizim i procesit punës, të fillu prej hapave fillestar, mbledhja e dhënave, shkrimi i raportit e kështu me radhë. Ka pas raste për shembull që nuk janë respektuar do afate për shkak të shkaqe ndryshme, për shembull numri i vogël i përgjigjeve ose kështu me radhë, po pak a shumë kjo është struktura. Atëherë po ja kaloj fjalën Flakronës që më fol më shumë për metodologjinë edhe gjetjet. Faleminderit Lundrim. Atëherë Lundrimi vetë se i përmeni pikat shkurta, pjesën që domethënë mënyra që e kemi përgatit pyetësor, mënyra që si ju kemi qas kërkimet ka qenë nëpërmjet një pyetësori,
i cili do të thënë ne ka ka pas për qëllim i nxjerr ato pyetjet kryesore, mirëpo një metodë tjetër cilën ne kemi përdor ka qenë edhe dhënat cilësore ose më saktësisht intervistat, të cilat i kemi bërë me kontribues ose ish kontribues të Wikimedias. Edhe në njëjtën kohë kemi përdorur edhe literaturën ekzistuese, do të thënë desk research, cilën e ka bërë kryesisht Elena. Te pjesa kuantitative ose mbledhja e dhënave kuantitative, siç e tham, ka qenë nëpërmjet pyetësorit online. Dhe qëllimin kryesor ka pas, do të thënë, përveç që na ka ndihmuar me u përgjigj pyetjeve kryesore që kemi pas për ulëmtim, na ka ndihmuar në njëjtën kohë edhe do të thënë me kriju një profil të kontribuesve, qoftë ata aktiv ose ish kontribues. Motivimin kryesor edhe sigurinë psikologjike, për shkak se kemi pa të arsyeshme me përfshi, për shkak se kemi pa lidhjen me sigurisë psikologjike edhe motivimit, për atë edhe ka qenë kjo pjesë, si dhe pengesat, cila prap mundet me lidh me sigurinë psikologjike. Pyetësorin e kemi shpërnda nëpërmjet grupeve në WhatsApp, në cilën do të thënë kemi pas qasje përmes Walukut. Pastaj kemi shpërnda edhe në LinkedIn, rreth 12 grupe në Facebook, të cilat i kemi pa që mund me qenë kontribues të Wikimedias, mund me pas qasje në ato grupe, edhe përmes banereve në Wikimedia Shqip. Ndërsa sa i përket pjesës së mbledhjes së të dhënave cilësore, i kemi kontaktu dikon 77 kontribues për intervista. Jo të gjitha prej tyre kanë marrë përgjigje pozitive ose përgjigje, për atë edhe arsyeja pse numri i intervistave ka qenë ndoshta pak më i vogël se që kemi pas shef, mirëpo në total janë realizuar 14 intervista. Ndërsa sa i përket dhënave kuantitative, harrova me përmend që në total kanë qenë 55 kontribues që janë përgjigj pyetësorit. Edhe këto të dyjat, po sidomos pjesa e pyetësorit, pak e ka limitu, domethënë dhënat, cilat nëse kishte qenë numri më i madh, besojmë që kishin qenë edhe më cilësore, mirëpo me atë që kemi mujt me marr, edhe për atë arsye, në fakt, na është deshur me zgjat periudhën e mbledhjes së dhënave kuantitative, ka qenë vetëm për shkak të numrit vogël të përgjigjeve që i kemi marrë në pyetësor. Arsyeja pse e kemi bë këtë kombinim dhënave ose pse e kemi pa të nevojshme me bë kombinim dhënave kuantitative dhe cilësore, ka qenë që me analizu më mirë modelet e angazhimit edhe përvojat e komunitetit në përgjithësi. Do të thënë kjo ka qenë qasja ose metoda e hulumtimit. E përmeni lundrimin me fillim, 3 pyetjet kryesore, të cilat jemi fokusuar në prezantim, mirëpo kuptohet raporti, cilin për ata që s'kan pas mundësi ndoshta me lexu komplet, është më i detajum, mirëpo këtu e kemi dhënë disa pjesë, po filloj me gjetjet kryesore që kanë qenë rreth profilit të kontribuesve. Grupi kryesor që besojmë është shenë shumë e mirë për Walukun, për shkak se ka potencial, do thot, është grup i ri, 19 deri në 29 vjeç, që përputhet pastaj edhe me angazhimet, edhe arsyen pse ndoshta ndalojnë angazhimin ndarmën, mirë po kthehemi te ajo. Grupi tjetër është 30-39 vjeç, mirëpo ka hapësirë edhe për grupe edhe më të reja, do të thënë në shkollë fillore deri në shkollë të mesme, grupet nër 18 vjeç ose nër 15 vjeç. Diçka që na ka lënë përshtypje, për shkak se domethënë gjatë kohës që kemi qenë të bëhet desk research ose të ulëmtu literaturën ekzistuese, edhe ka qenë ndoshta një pritshmëri edhe për Wikimedia në Shqip, ka qenë që ka mundësi me pas një lloj toksiciteti në aspektin gjinor, për shkak se raportet e ndryshme në Wikipedia ose Wikimedia, le të themi, qoftë në anglisht, qoftë në gjuhë tjera, kanë treguar që ka një mosbalancë ose një disbalancë gjinore, edhe kjo shpesh është për shkak se ambienti bëhet toksik, edhe pastaj zakonisht gratë janë ato që nuk ndjehen sigurta për me kontribu. Mirëpo prej pyetësorëve, prapë më duhet me cek, prej dhënave që i kemi marrë prej pyetësorit, del që në Wikipedia në Shqip ka një balancë gjinore, me 51%, 52% le të themi gra edhe 48% burra. 48% burra. 48% gra edhe 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 48% burra. 48%
po këta janë domethënë ata që na janë përgjigj. 87.8% e të anketuarve identifikohen si shqiptar, edhe shumica prej tyre jetojnë ose në Kosovë ose në Shqipëri, ndërsa kjo pjesa që me gjaz kanë mujt me qenë të diasporës, na ka dalë shumë më pak se që e kemi prit. Faktikisht një prej arsyeve pse e kemi shtu këtë si pyetje ka qenë për shkak se supozimi ka qenë që mujt me pas më shumë diasporës, mirë po na ka dalë që jo, kryesisht janë shqiptar. Edhe nëse harroj, ju lutem kujton me shpjegu pak më vonë edhe arsyen pse e kemi bërë edhe pyetjen a identifikohen si shqiptar ose nacionalitet tjetër. 76% kontribuesve që janë përgjigjë në pyetësor kanë arsim të lartë, edhe shumica prej tyre janë student ose të punësuar, që domethënë përputhet edhe me moshën, grupin kryesor që e kemi gjetë. Pjesa më e madhe e tyre kontribuojnë rreth një herë në javë, edhe me një angazhim 1 deri në 3 orë në javë. Ka pas edhe le të quajmë outliers ose përjashtime, faleminderit. Ka pas edhe përjashtime ku domethënë ka pas raste që dikush është përgjigj që kanë kontribuar për çdo ditë, edhe jo vetëm se për çdo ditë, mirë po raste edhe më ekstreme që kanë thënë 7 deri në 8 orë në ditë. Mirë po ato domethënë janë përjashtime. Mesatarja është një herë në javë edhe me angazhim 1 deri në 3 orë. Edhe pjesa dërmuese e kontribuesve që janë përgjigjë në pyetësor kanë qasje në pajisje teknologjike. Edhe këtë pyetje e kemi bë për shkak se kemi dëshme po a mundet me qenë edhe ky faktor që ja u pamundson kontribimin në Wikimedia ose kontribimin afatgjatë. Për atë kemi dëshme ditë a kanë edhe çka përdorin zakonisht për pajisje teknologjike. Pjesa kryesore e tyre kanë thënë që po, edhe përdorin laptop personal ose telefon, ndërsa një pjesë tjetër i përzin, domethënë ose laptop personal ose në laptopin e punës, kompjuterin e punës ose në telefon e kështu me radhë. Aktiviteti i kontribuesve kryesisht ka qenë në Wikipedia Shqip, me disa prej tyre e kanë cekë që kontribuojnë edhe në Wikimedia në gjuhë tjera, mirë po shumica dërmuese kanë qenë në Wikimedia Shqip, edhe një pjesë e vogël edhe në Wikicommons, me Wikidata, Wikivoyage e këto tjerat me domethënë përfaqësim shumë më të ulët. 24% e përgjigjeve që kemi marrë në pyetësor kanë qenë ish kontribues, domethënë persona që nuk kanë kontribuar në 6 muajt e fundit, kështu i kemi nda për kush janë ish kontribues edhe kush janë kontribues aktiv. Motivimi kryesor në fillim kur domethënë pjesë e pyetjes ka qenë cili ka qenë arsyeja kryesore pse e keni fillu Wikimedian, kontribimin në Wikimedia, specifikisht shumica prej tyre pra në Wikin Shqip. Kjo pyetje ka qenë edhe për domethënë ish kontribuesit edhe për kontribuesit aktiv, pse keni fillu, edhe motivimi kryesor ka dalë tjetë ndarja e dijes edhe mësimi një aftësie të re. Ndarja e dijes ka qenë domethënë shumë më e lartë, që kam pas domethënë edhe këtë e kemi pa edhe prej intervistave, që kam pas një interes me një temë që ju ka dok interesant vetë kontribuesit, edhe kanë hyrë në Wikipedia ose në Wikimedia për kanë gjetë mungesë edhe kanë dashur me nda atë që e kanë ditë me të tjerët. Ndërsa arsyet kryesore për largim ose për çfarë arsye do të mund të largoheshin të ardhmen, ka qenë mungesa e kohës edhe një ndjesi që nuk janë ndikimi i tyre shumë i ulët. Domethënë kanë ndjetë që edhe nëse rrinë, edhe nëse nuk largohen, nuk është që çan fort pesh, mirë po mungesa e kohës ka qenë arsyeja kryesore që e kanë cekë. Kontributet më të zakonshme kanë qenë domethënë zgjerimi i artikujve, krijimi i artikujve të rinj, e më pak me citime dhe formatime, mirë po edhe këto kanë shënuar lart në përgjigje. Ndërsa temat kryesore kanë qenë tema aktuale,
politik, histori, kulturë, gjuhë, sport, teknologji, turizëm. Domethënë, goxha një larmi, mirëpo sipas meje kjo pjesa politik, histori, kulturë, edhe ndoshta pak edhe gjuhësi, po sidomos histori dhe kulturë kam pa që të paktën gjatë intervistave ka qenë diçka që është cek, domethënë prej të intervistuarve. Nga këto gjetje, domethënë prej profilit është fjala të kontribuesve, besojmë që ka hapësira për 2 kampanja rekrutimi nëse e shohin të arsyeshëm Ualogu, që mund të jetë sipas temës në kuptimin si më thënë, targetimi i kontribuesve të rinj sipas temës edhe targetimi sipas mungesave të përmbajtjes, te cila prap lidhemi në ndërkohë. Motivimet në gjetje i kemi nda në dy forma ose 2 faktor, të jashtëm edhe të brendshëm, edhe kemi gjetë që shumica e kontribuesve si fillim kanë fillu kontribimin për arsye të jashtme. Kjo vlen për të 2 grupe, domethënë edhe për kontribuesit që kanë qenë në të kaluarën edhe për këta aktiv. Mirëpo arsyeja pse kanë vazhdu të kontribuojnë, pra për të 2 grupet, edhe kjo është e gjetur edhe prej intervistave, kanë qenë faktor në mënyrë dërmuese, domethënë kanë qenë faktor të brendshëm. Faktor të jashtëm i kemi klasifiku ftesa nga shoqëria, domethënë e kanë pas dikant që e kanë njohur, që i ka shtypur me hap një llogari dhe me fillu me kontribu, kampanja që i kanë pa, Tualugu qoftë për fotografinë më të mirë ose maratona që i bën Ualogu, edhe nisma në shkolla, edhe kjo ka qenë një prej si lloj quaj edhe këtë një lloj kampanje që e bën Ualogu ko pas kohë në bashkëpunim me shkollat. Mirë po faktor që i kanë shty me vazhdu kontribimin kanë qenë definitivisht faktor të brendshëm, domethënë për arsye personale, që prap ka mbizotru ndarja e dijes, mësimi i aftësive të reja, kontributi për gjuhën dhe kulturën, në këtë rast për gjuhën shqipe dhe kulturën, edhe besimi në qasje të hapur në informacion. Pe lidhi këtë me atë që ju thash më herët që nëse e harroj, nuk e harrova, e kemi pa të arsyeshme me shtru si pyetje pjesën e nacionalitetit, për shkak se kur kemi fillu domethënë kërkimin, edhe prej vetës po nisna kur kemi apliku për këta, unë kam pas bindjen edhe pastaj e kemi diskutuar edhe me grupin, kuptohet që ndër arsyet kryesore mundet me qenë ndjenja e identitetit kombëtar, që i shtyn me kontribu, për atë edhe kemi bërë si pyetje si çfarë nacionaliteti kanë, që me pa tani a ka një lidhje mes nacionalitetit edhe pastaj domethënë identitetit kombëtar që mund të më shty për me kontribu ose me vazhdu kontribimin. Mirë po, kjo faktikisht na ka dalë shumë më ulë se që e kemi prit. Të sfidat dhe siguria psikologjike, pengesat kryesore, këto e përmenda pak më herët, e kemi pa të arsyeshme me shtu, për shkak se edhe në raporte tjera ose në hulumtime tjera të Wikimedia në përbot, toksiciteti në komunitet është pas si problem, sidomos në kërkimet kryesore në fakt kanë qenë në Wikimedia në anglisht, edhe aty është cek si problem i madh, domethënë siguria psikologjike, edhe për atë e kemi përfshi. Mirë po në Wikimedia në shqip, pengesat kryesore cekën prapë ritheksoj, mungesa e kohës, pastaj ka qenë mungesa e burimeve të besueshme në shqip, kompleksiteti i veglave dhe proceseve, ndjesi elitizmi dhe përjashtimi, këto të fundit që po i përmendi kanë dalë më pak, mirë po prapë se prapë janë cek si probleme ose si pengesa, refuzime të kontributive pa shpjegime, edhe ndërveprime negative ose toksicitet në komunitet, mirë po këto kanë shënuar shumë më pak se këto që i përmenda në fillim. Domethënë mungesa e kohës, mungesa e burimeve të besueshme në shqip, dhe kompleksiteti i veglave, domethënë pengesat teknike në pikën e tretë.
Në aspektin psikologjik, në përgjithësi, kontribuesit nuk kanë raportuar ndonjë problem. Përgjithësi kanë thënë se ndihen të respektuar ose ndihen të mirëpritur, edhe nuk është se hezitojnë për qoftë për pyetje, qoftë për angazhim. Mirë po ka disa përjashtime të cilat kanë theksu që kanë pas raste konflikti, mosmarrveshje, po këto në krahasim me përgjigjet që i kemi marrë edhe prej intervistave, edhe prej pyetësorëve, kanë dalë si përjashtime dhe jo si një tokuri që përsëritet, që mund të me qenë problem që do të më adresu. Nuk na ka dalë aqe lartë sa ka dalë për shembull në Wikimediat në gjuhë tjera, sidomos në anglisht. Në përgjithësi, në aspektin e sigurisë psikologjike, perceptimi është pozitiv, me drejtësinë moderim, mirë po prapë shihet që ka hapësirë për përmirësim, sidomos në përfshirje. Këtë pjesë po du me përmbledh pak gjetjet, kuptohet në fund kur i kemi edhe pjesën e pyetjeve, nëse ka nevojë për detaje më thella, mujna prapë m'ju kthy edhe vet raportit, ku gjitha janë me dhëna më të sakta. Mirë po, si përmbledhje, arsyet kryesore që ose për t'ju përgjigjur 3 pyetjeve që i bënim në fillim lundrimi, arsyet kryesore pse kontribuesit janë aktiv, janë interesi personal për tema të ndryshme ose edhe për tema specifike, pastaj ndjenja e komunitetit, edhe zhvillimi personal ose profesional. Do të thënë kjo pjesa e ngritjes aftësive. Arsyet kryesore pse kanë dalur aktivitetin ka qenë mungesa e kohës, ndryshime në jetë, do të thënë qoftë ndryshime personale, qoftë punë e re, qoftë diçka e tillë. Pastaj humbje interesit, ndrim prioritetesh që kisha me thënë lidhet prapë me ndryshimin në jetesë, perceptimi ndikimit ulët i kontributeve. Faktorët mbështetës që i kanë cek kontribuesit kanë qenë, do të thënë kjo vlen për ata që janë aktual, kanë qenë udhëzimet për fillestartë, që kanë menduar se mund m'ju ndihmu më shumë, edhe për me qëndru edhe për me fillu, vegla më të lehta për me përdor, edhe evente lokale, mekanizmat e njohjes. Kontribuesit aktual ka gjasa që të vazhdojnë, gjasat janë shumë më të larta për ta me vazhdu kontributin në Wikimedia, nëse reduktohen barrierat teknike. Kjo ka qenë një temë që besoj edhe lundrimi më vonë ka me përmend të rekomandimet, mirë po kjo pjesa e barrierave teknike është cek shumë shpesh edhe në pyetësor, mirë po edhe gjatë intervistave, që ja vlen do të thënë me mendu pak më thellë ndoshta. Ndërsa për faktor për rikthim, kjo vlen për ish kontribues, ata kanë qenë më të ndjeshëm ndaj miqësisë së hapësirave të diskutimit, qartësisë së rregullave, do të thënë që prapë lidhet me udhëzimet që mund me bë më të lehtë kontributin, fleksibiliteti i detyrave edhe temave me relevancë lokale. Rikthimi për këta vështirësohet nëse, do të thënë, është më i vështirë të rikthehen për shkak të përvojave negative dhe kompleksitetit teknik, edhe mungesa e kohës që ka qenë e cekur si një ndër arsyet pse e kanë ndalë kontributin si fillim. Si përmbledhje totale gjithë kësaj pjese, kontribuesit janë të motivuar nga vlera edhe interesa personale dhe sensi i komunitetit, por pengohen nga barrierat teknike, kohore dhe procedurale. Përmirësimi i udhëzimeve, mjeteve dhe kulturës së komunitetit mund të rritë angazhimin dhe mundësinë e rikthimit të kontribuesve të mëparshëm. Tash për pjesën e rekomandimeve, po ja kaloj prapë fjalën kolegut, lundrimet. Faleminderit Zakron. Atëherë, gjatë hulumtimit, i kemi mbledh edhe donat prej pyetësorit, prej intervistave dhe kemi bë bashk ose i kemi klasifiku në bazë të temave të përbashkëta. Dhe kështu i kemi nxjerr 10 rekomandime, disa kanë lidhje me njëra tjetrën. Këtu i kam listuar gjitha bashk, po
kaloj te slajdet të tjera ku i elaborojmë më shumë në detaje. Atëherë, rekomandimi i parë është ose faktikisht veç për sqarim, te rekomandimet ju është dhënë përparësi atyne rekomandimeve që janë cek në për intervista dhe janë elaboru më shumë, gjithashtu edhe rekomandimeve që janë cek në pyetësor tek pyetjet e hapura dhe që janë elaboru më shumë. Disa rekomandime mandej janë edhe prej desk research që e kemi bërë, ashtu të bazu në praktikat më të mira të Wikimedias në gjuhë që janë të krahasueshme pak a shumë me gjuhën shqipe, që janë me thonë ashtu, po gjuhë më të vogla dhe janë në ndikimin e Wikimediave gjuhëve të mëdha. Atëherë, rekomandimi i parë është institucionalizimi i iniciativave për tërheqjen e kontribuesve të rinj, rritjen e numrit të kontributeve dhe ose mbështetjen e komunitetit. Me fjalën institucionalizim kemi nënkuptu në raport, po edhe këtu në prezantim, bashkëpunimet më formale mes Valugut dhe institucioneve publike për me planifiku iniciativa që munden me kanalizu energjinë e njerëzve drejt kontributeve në Wikimedia. Kjo ka, nëse mundem me marrë një shembull prej intervistave, një prej të intervistuarve e ka përdor Wikipedian në veçanti si mjet për mësimdhënie. Edhe kur është diskutu mundësia e përdorimit të Wikipedias për mësimdhënie nga kolegët e këtij personi, është ngrit si dyshim ose si breng fakti që shumë persona tjerë munden me konsideru si barë shtesë. Tash nëse dëshirojmë me inkorporu Wikimedian ose Wikipedian në mësimdhënie, atëherë duhet me pas edhe bashkëpunim ose buy-in edhe prej institucioneve që përveç se me ofru mbështetje për personat cilve po ju kërkohet me marrë këto si vegël për mësimdhënie, gjithashtu edhe me bë rialokimin e orëve të punës, që mos me konsideru si barë shtesë në këtë rast. Mirë po në këtë rast duhet me pas kujdes faktikisht për shkak se iniciativat institucionale dhe nëse ka incentiva tjera, qoftë edhe financiare, që ka qenë rasti me Wikimedian e Walesit, ku është kriju një pozitë pune në një bibliotekë publike specifikisht për Wikimedian të gjuhës walesiane. Atëherë po kalon natyra e motivimit prej motivimit brendshëm në motivim të jashtëm, kur po shfaqen edhe incentivat financiare në këtë rast. Edhe në këtë rast mandej duhet me u rikonsideru natyra e vullnetarizmit, a është diçka që e bën dikush veç pse dëshiron, ose është i nxitur edhe prej faktorëve tjerë. Diçka tjetër që mundet për shembull me ndihmu në këtë rast është se shumë hulumtime tjera tregojnë që kontributet në Wikipedia, sidomos në Wikipedia, ju ndihmojnë nxënësve për me u aftësu më mirë, për me ngrit aftësitë e tyre të shkrim leximit, argumentimit, bashkëpunimit në grup, asi digjitale e kështu me radhë. Dhe kjo mundet me u përdorë si argument në favor të iniciativave që synojnë bashkëpunimin me institucionet të arsimit në këtë rast. Rekomandimi i dytë është njohje më formale për kontribuesit si një faktor motivues. Kjo ka qenë një prej temave që është përmend më shumti edhe në intervista, po edhe në pyetësor. Një prej të intervistuarve që e kemi pas, për shembull e ka përshkruar përvojën e tij në Wikipedia si lloj kontributi në një muze të zbrast ose një muze jo funksional, edhe që për to të paktën ju është dok sikur flet vetëm me veti shpeshherë. Edhe ky është një faktor shumë demotivues në atë rast. Në këto raste, i njëjti person ka thonë që çka i kishte ndihmuar është me ditë që kontributet e tina kanë më shumë vizibilitet. Edhe ka një lloj njohje formale, simbolike për kontributet e tina. Po ngjashëm janë përmend edhe prej
personave tjerë që janë përgjigj në pyetësor. Disa e kanë shtu edhe këtë aspektin e socializimit, këtë ekuacion që munden, si me thonë, me undi të vlerësum në evente sociale ashtu. Rekomandimi i tretë ka të bëjë me iniciativat e personalizuara për kontribute në kontekstin lokal dhe përqendrimin në tema që janë interesante për të rinjt. Që që tha dhe flakrona në fillim, prej pyetjeve demografike shumica ose një grup i konsiderueshëm ka dalë që janë të rinj. Edhe promovimi i temave të cilat të rinjt i konsiderojnë si më interesante ose që ja vlen më marrë me to, atëherë munden me çu deri te një aktivitet më i shtuar prej grup moshave të reja. Mirë po në këtë rast duhet me pas kujdes po them, për shkak se hulumtime tjera për shembull tregojnë që shumë të rinj fillojnë me shumë entuziazëm edhe mandej ndalen shumë shpejt. Këtë rast është vështirë me gjetë një mënyrë qysh me mbajt aktivitetin më të qëndrueshëm. Në këtë rast, sugjerimi i temave ose microtasks kanë dalë si diçka që munden me ndihmu që mos me u distancu prej kontributeve, po faktikisht me vazhdu. I përcjellën me një lloj mirëjoje. Po. Ose një shpërblim. Po. Rekomandimi i katërt është aktivizimi në në aktivitete sistemike të informimit dhe popularizimi i kontributit si një aktivitet. Kjo ka dalë prej një komenti që e kemi pas për një të intervistuari që është në shkollë të mesme, edhe në kontakt me shokët e shoqët e tij, që na ka thonë që shumica aty nuk ja kanë idenë që munden me kontribu. Për këtë arsye, fushatat informuese munden me ushtri edhe me përfshi njerëz që faktikisht nuk e dinë që munden me kontribu edhe qysh munden me kontribu. Një koment tjetër që e kemi marrë për intervistës në këtë rast, një prej intervistave në këtë rast ka qenë që sukses mundet me u llogarit që nëse prej një aktiviteti në një shkollë e merr veç një ose dy persona që janë kontribues më serioz. Për shkak se nuk janë ndjeni shumë të rinj që munden me kontribu. Edhe sidomos tash masi që praktikat për hulumtim online kanë ndryshuar, nuk është më Google që sigurisht të çet direkt në Wikipedia, po hulumtimet online kryen me ChatGPT, atëherë hupet edhe më shumë njohuria që Wikipedia është një vend ku munden me kontribu. Këto rekomandimin e 4 e kam lidh me rekomandimin e 5, planifikimi i iniciativave që bashkojnë kontribuesit me interesa të njëjta ose të ngjashme, për shkak se, çu thashë më herë, nëse ka ndonjë iniciativë që targeton nxënësit e një shkolle fillore ose të mesme, atëherë interesa ndoshta munden me qenë të ngjashme në atë target group. Rekomandimi i 6 është edhe kjo diçka që është përmend shumë edhe në pyetësor po edhe në intervista, ka qenë ngritja në sistemin mentorimi dhe trajnimi, sidomos për kontribuesit e ri. Edhe pse gjatë bisedave me Voalugun e kemi kuptuar që faktikisht ju jeni të hapur edhe bëni faktikisht trajnime me target audiencë ose kontribues të ri. Kjo prapse ka qenë një përgjigje që është cek disa herë në pyetësor. Edhe na ka na shtim me mendu që ekziston një lloj hendeku mes asaj çka Voalugo ofron edhe çfarë resurse ka, edhe asaj se sa janë në dieni kontribues për këto resurse. Për këtë arsye kam kombinu këto rekomandimet e 6-ën edhe të 7-ën, që thotë se Voalugu duhet jetë më i qartë dhe më strategjik në qëllimet dhe aftësitë e tyre organizative, që me komuniku vazhdimisht se çka mundet me bë për kontribues të rinj. Nëse
shumë kontribues po thonë që ka nevojë për trajnim. Mirë, po trajnimet ofrohen, nuk e dinë se trajnimet ofrohen, atëherë këtu mundet me qenë, si me thonë, një problem. Rekomandimi i tit është ka të bëj me shëndetin mendor. E përmendi flakrona që nuk ka dalë ndonjë temë specifike që meriton trajtim urgjent sa i përket sigurisë psikologjike ose gjendjes psikologjike të kontribuesve. Mirë po kemi pas disa raste ku në pyetësor, po edhe në intervista janë përmend përdorues kështu me username si problematik. Edhe faktikisht ka pas disa raste dhe gjuhë pak a shumë ofenduese, se ju fort këndshme për me i përshkru këta përdorues. Në ato nuk e kemi përfshi në raport, është konsideru kjo si një outlier ose si një përjashtim, sidoqoftë është e rëndësishme, është listu këtu për shkak se ndikimi që një rast i tillë mundet me pasë një person është goxha i madh. Mundet me shtyt dikon me rallu ose me ndal kontributet krejt. Rekomandimi i 9 është lehtësimi i aspekteve teknike të punës në platformat e Wikimedias. Kjo po besoj mundet me u lidh edhe me më herët që patën trajnimet që munden me u ofru për kontribues të ri. Diçka që kisha dashur me shtu këtu është edhe kjo komenti i parë që thotë me u përpilu një manual i stilit. Kemi pas disa komente gjatë intervistave ku si ankesë kryesore ka qenë implementimi jo konsistent i rregullave. Tu specifiku rregullat e drejtë shkrimit gjuhës. Një koment që më pa të bëu përshtypje është për shembull qysh me shkru emrat që janë një gjuhë tuaj, për shembull po Washington a me shkru me W apo UA, edhe kjo ka çu në konflikte ose diskutime, me thonë ashtu, që i ka pengu personave, kontribuesve. Edhe rekomandimi 10 është promovimi i kontributit në Wikipedia ose vullnetarizmit në përgjithësi si diçka glamuroze ose prestigjioze. Kjo mundet me çu fillimisht me tërheq më shumë të ri që dëshirojnë me angazhu në diçka që është glamuroze, por në të njëjtën kohë me ndiku te ta që vullnetarizmi me u bë jo diçka që ndodh një herë edhe mandej ndërpritet, po diçka që bëhet shprehi, që është më e qëndrueshme. Këto janë rekomandimet. Dashta me cek që për shkak të kohës, këtë pjesën që ka punu Elena, nuk e kemi përfshi, se mandej dalshin shumë slajda dhe zeshëm e bë shumë të tepërt. Po e hapi tash të diskutimin edhe me juve. Okej, super, faleminderit shumë. Kemi përmbledh shumë mirë raportin dhe kemi prezantuar ata që është shkruar. Edhe hulumtimi ose pjesa e Elenës është shumë e mirë që kur e merr raportin ju rekomandoj të me ditë më shumë në shtatë sfidat e globale atë mundi me mësu shumë ose kemi edhe bërime tjera për cilat mundi me ju referu edhe me mësu edhe aspektet globale. Okej, po kalojmë te pyetjet. Urdhani kush ka pyetje. Nështë me filluën e veç sa për to prime the pump, që thojnë. Po, për mu ke befasi për shembull balanci gjinor, motivimi ke arsyet që i motivojnë ke shumë interesant. Ke interesant që për shembull pat shumë pak përfaqësim të ose praktikues ose kontribues në Wikidata.
menu që kena kontribu në atë aspekt. Normalisht, si grup nuk dojmë i marë përgjësin e plot për, themi, për komunitetin, se na jemi një grup i jashtëm dhe mundohemi kontribu. Mirë po këto janë, është një action plan shumë i mirë edhe këto gjetje do më thonë duhet edhe kanë me shërby si veprime për punën tonë të matutjeshme, për orientimin e punëve. Po, ka edhe një element tjetër ke ndjesia që nuk ka ndikim. Edhe kjo e kuptoj këta, pjesërisht është edhe për shkak se natyra e punës është diqysh shumë e vetmume, edhe nuk ka nështë shumë feedback për lexueshmëri. Mundesh me pa nështë te info e artikullit, mundesh me pa sa vizita e ka marrë një artikull, po nuk ka shumë ndjeshmëri për lexueshmërinë. Nështë kontributit e artikullit të temat themi popularizume. Po, është një marketing ploy, një teknikë marketingut ku ndjek temat po lexohen edhe shkruan për to. Temat aktuale ose që po rrit, edhe të tjerë e gjejmë vetën që është që me konsideru. Sistemi mentorit e kemi një farë në Wikipedia tashti nuk është nështë që të kësum prej nere, na punoj me grupe caktume, ma të vogla. Po në vetë Wikipedia nuk e di është ende aktiv ose sa po funksionan sistemi mentorimit ku çdo Wikipedian i ri që regjistrohet merr një mesazh në talk page dhe në faqen e diskutimit dhe i thuhet unë jam mentori jyt, nëse keni pyetje drejtë. Kështu që për momentin kjo është më e mira, më duket që e kemi mirë, po duhet me konsideru edhe metoda tjera ose me hap themi kanale të mentorimit ku edhe na nështë si walluk muj me kontribu, edhe pse kjo është detyrë mjaft të rëndë, mirë po kërkon shumë angazhim, mirë po nështë në rrethana caktume me provu office hours ose diçka tillë që Wikipedian që dojnë me dimu kemi qenë në dispozicion për pyetje pak të mbore shumë një avë ose diçka. Ju të tjerta këto kemi komentet për meje, po për ju tjerta keni pyetje? Ju ta, menoj që shumë pika që prejnë edhe për vullën tonë. Ira, a ki nëj koment? Nëj kështë në spot. Nëse jo atëherë Andri se ka. Jo, nësë është që kam nëj pyetje specifike dhe që menoj që ka qenë shumë punë e mirë, se dhe faktikisht e kom lezu krejt hulumtimin dhe të tjertë krejt e kam lezu. Edhe menoj që edhe mu si person që saja kom nisë, në Wikimedianët kam emnimu tepër shumë edhe krejt sanët që i keni shtu që atë. Kështu që faleminderit. Po, edhe një po, Andri, urna. Nëse do në anglisht, nëse ki problem shqipën muj me përkëthy se diçka. Okay. Actually, Place my everyone here understands English, so you're welcome to speak in English. Duarte faleminderoj. It was very interesting for me and it was very actual for me because as far as I'm Ukrainian Wikipedian, at least I have more than 20 years in Ukrainian Wikipedia, it was a very interesting team for me. I just wanted to maybe to listen something about Ukrainians, but we don't have such topic. So I would like to invite you to
make this presentation for Ukrainian auditory. Usually we have wiki conferences in autumn, usually in September. Wiki conference is such like a conference where everybody could present their topic. Yes, I think it will as a research, yeah, and it will be interesting because I feel that we have very lot of common, Albanians and we, in motivation, in the structure of Wikimedians, except one thing, as far as I understood, you have more than 50% women active users. We don't have such, we have a great gap, much more men than women. And maybe, not like advice, but like to share an idea. In Ukraine, we have also some contests of articles by some topic. And these contests sometimes let us invite much more users. Maybe it is some scientific topic, or it is a topic about music, for example, topic about... so you have also Wiki more Love Monuments, Wiki Love Earth, but this is mostly contest for pictures. Yeah, but also I think it's a good idea, and we have quite a lot of contributors from context of articles. And of course, it's a good idea to prepare some such little presents for contributors, such as T-shirts, for example, pens with Wikipedia logo. This also motivates. So thank you. Yeah, actually, to answer a bit, Andre, there's a wiki research conference, I think, being organized by Wikimedia Ukraine and Wikimedia Poland. I think it's October. It's still quite far away, but enough time for us maybe to plan a presentation in that conference of this report. So yeah, it's something that we have thought about. At least in this one, maybe in other places as well. This year we had a research conference, and we plan to publish all themes, publish articles, publish all the researches. This is first time for Ukraine, but I think this tradition will continue. Yeah. Okay, and Yolta, any questions? I was hoping for pas domethënë na e ka pas raporte kemi pa dhe domethënë kemi pas shumë me qema kreativ të themi dhe pse timi ke shumë i mirë shumë për mënat. Okej, super. Kështu që tashti përmbetet me i shpërnda të gjeturat edhe te komuniteti global, qoftë përmes konferencave, qoftë përmes ndaj blogu ose këto newsletters që ekzistojnë. Është një për Wiki Research, që të mbledh krejt hulumtimet që bëhen rreth Wikipedias dhe në Wikipedia themi. Po edhe është një blog global quhet DIF, është edhe aty mundemi domethënë me i prezentu të gjeturat ju gati që i keni në farë mënyre rezultatin e keni përmbajtjen e keni të gatshme. Okay. Unë nuk kam diçka tjetër, është saktësisht një orë, nëse dikush tjetër për juve nuk ka diçka, atëherë ju falenderojmë shumë. Ende s'kemi taku fizikisht, po shpresoj mu pa edhe fizikisht, nështë edhe Elena kur është në Kosovë, kështu që besoj që kena më pas së shpejti.
Okej, faleminderit shumë edhe shihemi në raste tjera. Faleminderit juve, natë e mirë.